Akt të patolerueshëm e ka cilësuar presidenti Bajram Begaj vrasje në krye të detyrës së gjyqtarit Astrid Kalaja. Ky sulm i tmerrshëm ndaj gjyqtarit të shquar, por edhe ndaj drejtësisë si të tillë, duhet të përballet nga e gjithë shoqëria me përbuzjen dhe mospajtimin më të thellë, sepse ky akt është një atentat makabër ndaj vetë sistemit, tek i cili ka themelet bashkëtesa dhe paqja sociale, shkruan kreu i shtetit në profilin e tij në Facebook. Përmes rrjeteve sociale ka reaguar edhe kryeministri Edi Rama, i cili teksa shpreh ngushëllimet për familjarët, thekson nevojën për reflektim për sistemin e sigurisë së brendshme të gjykatave. Agresioni kriminal me gjykatësin kërkon padyshim përgjigjen më ekstreme ligjore ndaj agresorit, por kjo tragjedi kërkon një reflektim për sistemin e sigurisë së brendshme të gjykatave, e cila përveç se sipas ligjit kërkon disa pajisje teknologjike, nuk mund të mbetet një çështje zgjedhje mes policisë private në emër të pavarësisë gjyqësorit. Po ashtu kryeministri Rama vuri në dukje nevojën për ta shpërsuar kodin penal për armbajtjen pa leje. Kjo ngjarje tragjike besoj se është argumenti më i pakundërshtueshëm për të mbështetur ashpërsimin domethënës në kodin penal të dënimit për armbajtje pa leje dhe për të ngushtuar maksimalisht hapësirën për lojra me afatet në dëm të mbrojtjes, për zjarrit të armëve të palishme. Vrasja e gjyqtarit në sallën e gjyqit u dënua dhe nga kryeopozitari Sali Berisha, i cili përmes një postimi në Facebook kërkoi dënimin më të rreptë ligjor për ekzekutorin dhe porositësit e këtij krimi. Për këtë ngjarje të rëndë ka reaguar dhe komuniteti ndërkombëtar në Shqipëri. Misioni i OSBE-s në Tiranë dënoi po ashtu me forcë këtë akt të dhunshëm. Sulmet kundër gjyqtarëve janë sulme të drejtpërdrejta ndaj shtetit të së drejtës dhe institucioneve demokratike, thuhet në reagimin e OSBE-s. Gjykata e lartë vlerëson se garantimi i sigurisë fizike dhe institucionale të gjyqtarëve është një përgjegjësi e drejtpërdrejtë shtetërore, që kërkon veprim të menjëhershëm dhe të qëndrueshëm. Mbrojtja e gjyqtarëve është mbrojtje e vetëdrejtësisë dhe bestimit të publikut te shteti i së drejtës, ndërsa Këshilli i Lartë i Prokurorisë theksoi se kjo tragjedi kujton domosdoshmërinë e një uniteti të fortë institucional dhe përgjegjësie të përbashkët shtetërore për të mbrojtur çdo përfaqësues të drejtësisë që shërben në emër të ligjit.